Fshati Gjonç në Kolonjë mirëpriti qindra pelegrin nga e gjithë Shqipëria, të cilët morën pjesë në festën e Dervish Elmazit, një ngjarje me rëndësi të veçantë shpirtërore për komunitetin Bektashi dhe Mëgjer. Tradita e kësaj feste ruhet prej shekujsh dhe zhvillohet në vendin e shenjtë ku ka shërbyer dhe është nderuar Dervish Elmazi. Ai kujtohet si një figurë me ndikim të thellë shpirtëror, ndërsa vazhdon të nderohet brez pas brezi nga banorët e zonës dhe besimtarët që e shohin si simbol të dashurisë, paqes dhe lutjes së shenjtë. Kreu i kryegjyshatës botërore bektashiane, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, theksoi rëndësinë e vazhdimësisë së kësaj tradite, duke vlerësuar vendin e shenjtë të Gjonçit si një pikë referimi shpirtëror për të gjithë ata që kërkojnë paqe dhe lutje. Ai theksoi se ky është një vend ku njerëzit shkarkohen nga energjia negative dhe mbushen me pozitivitet. Ky është një pelegrinazh që ka ngelur nga të parë tanë, të cilët vishin meshin urata bekimin nga ky vend i shenjtë. Si thot profeti Muhammed, kur ta ndjeni veten ngushtë, drejtoheni vendeve të mira, ata e dinë hallin tuaj. Dhe njerëzit vinë, bëjnë kurban, luten Zotit për mirësi, për dashuri, për paqe, për gjithçka të mirë që tu ecin marr, prandaj vinë. Shkarkojnë nga energjia negative duke marrë energji pozitive për të përballuar vështirësitë e kësaj bote provizore. Kështu që ja siç e shikoni dhe ne vime nderojmë këta, do i japim moratën dhe bekimin dhe popullit që është këtu. Ta falenderojmë që ata vinë e mbajnë gjallë këto vende të shenjta, të cilat kanë qenë roje për ne. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erioni Saje, cilësoi këtë si një nga festat më të rëndësishme të zonës, jo vetëm për vlerat shpirtërore, por edhe për rolin që luan në rikthimin e njerëzve në vendlindjet e tyre dhe në forcimin e lidhjeve njerëzore. Ai vlerësoi gjithashtu pjesëmarrjen e jashtëzakonshme që kjo festë tërheq çdo vit. Është një nga festat më të rëndësishme në fakt të Kolonjës, që ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Jemi në një nga vendet më të shenjta të Kolonjës që Dervish Elmazi ka këtë ndjekje nga njerëzit, besim si një ditë shprese për një jetë më të mirë dhe për gjithë ato çfarë njerëzit kanë nevojë, gjejnë si moment qetësie, dëshire dhe lutjesh së tyre. Përpos kësaj është një moment ku njerëzit e gjejnë dhe si hapësirë për rikthim në vendin e tyre. Kështu që unë jam shumë i lumtur që kjo fest ka këtë impakt dhe kemi kaq shumë njerëz dhe ne modestisht këtu jemi si një nga mirat njerëzit që janë sot thjesht për të kremtuar këtë ditë. Kryeplaku i fshatit Gjonç, Ali Xhaferi, thekson se kjo është një festë që bashkon jo vetëm bektashinjt, por edhe të krishterët, duke dëshmuar për një bashkëjetesë shembullore ndërfetare që karakterizon këtë zonë. Ai e cilësoi festën si një traditë 400 vjeçare që përfshin gjithë popullin përtej besimeve fetare. Jemi në festën e Dervish Elmazit. Kjo festë është festë 400 vjeçare që bëhet për gjithë popullin. Këtu në këtë festë vinë nga gjithë Shqipëria. Jo vetëm bektashan, festë bektashiane, po dhe kristian. Prandaj bëhet qivi shumë që marrin pjesë edhe kristian. Kjo festë, fe bektashiane, është për të gjithë. Bektashian afrohen edhe me kristian, nga zakonet e nga traditave. Nga bëhet qipi kur në këtë festë marrin pjesë edhe kristian, jo vetëm bektashan. Edhe vetë pjesëmarrësit ndan emocionet e tyre duke vlerësuar organizimin dhe atmosferën. Për shumë prej tyre, ky vend është i shenjtë dhe i lidhur me mrekulli dhe përjetime të veçanta. Disa vijnë për herë të pestë, të tjerë për herë të parë, por të gjithë largohen me ndjenja pozitive dhe me shpresën për t'u rikthyer sërish. Është një traditë e vjetër kjo, që ka qenë dem baba dem. Është kam shumë njerëz që e kanë mirëpritur këtë dhe e besojnë shumë këtë me kamin që është këtu në Gjonç. Ka bërë shumë prekudira. Kanë ardhur që në anës kanë thirrur kurban këtu dhe ka bërë shumë gjëra të mira. Dursi, për herë të pestë. Vallai përveç se gjëra të bukura të mira asgjë tjetër. Për mrekullit, për të gjitha. Për të gjithë familjen, për të gjithë shqiptarët.
Festa e Dervish Elmazit në Gjonç nuk është vetëm një ngjarje fetare, por një dëshmi e trashëgimisë shpirtërore që vazhdon të jetojë në zemrat e njerëzve. Ajo mbledh bashk breza, bashkon besime dhe forcon lidhjen me rrënjët. Në një kohë sfidash dhe ndryshimesh, kjo traditë mbetet një burim frymëzimi, paqeje dhe shpresë për të ardhmen. Festa u zhvillua në një atmosferë qetësie dhe reflektimi shpirtëror, ku shumë prej pjesëmarrësve e pan si një mundësi për të rigjetur veten dhe për të marrë energji pozitive për përballimin e jetës së përditshme.